çdo tender qindra dhe miliarda euro. Sot unë kam zgjedhur të ndalem para qytetarëve shqiptar se sa paguën ata për pallatin në Paj të Linda Ramës. Pallatin në Paj të Linda Ramës. Pallat për të cilin Linda Rama dhe bashkëshorti i saj, kryehajduti i kombit Edi Rama, nuk janë në gjendje të paraqesin qoftë dhe një faturë të vetme, tatimore, doganore, ndërtimore, mjedisore apo të çdo lloji. Pra, pallatin Paj i ndërtuar në sheshin e pallateve në tokën e tyre. Kjo është, do të theksoj, ajo ka qenë tokë e familjes Basha. Basha është mbiemri i vajzërisë së zonjës Rama. Pra, ndërtuar në sheshin e pallateve në kundërshtim me çdo kondicion urbanistik. Kundërshtim. Por, ky është kapitulli veçantë. Kapitulli tjetër është se pallati nuk ka, zonja nuk paraqet dot qoftë dhe një faturë të vetme për pallatin 5 kate mbi tokë, sa ka nën tokë, shkoni kontrollojeni.